të ti të kërkoj të fle, a një gotë të pim pak shoqëri, a më ofron. Unë vin nga larg, dua të njoh, mo trego më shumë, hape veten ti, jo nuk është vonë. Çfarë më ofron? Do të vi një natë të trokaste ti, të kërkoj të fle, a një gotë të pim pak shoqëri, a më ofron. Unë vin nga larg, dua të njoh, mo trego më shumë, hape veten ti, jo nuk është vonë. Çfarë më ofron? Miqtë e emisionet çfarë më ofron? Grupi realizues i këtij emisioni ka vendosur të vijë pikërisht këtu, në Qeparo, në këtë vend të mrekullueshëm, në këtë perlë të natyrës, në këtë stil arkitektonik unikal. Këtu quhet Qeparo. Mëngjesi. Mirë se u gjeni në Qeparo. Nga emisioni çfarë më ofron, nga televizioni shqiptar jemi. Me shëndet si keni qenë? Jo, pjaqëri të ke qenë. Çdo jemi, mbajmë me pahir. Nuk jemi keq për ndonjë gjë, po jemi shëmosha. Pa shumë shtëpi të shkatruara, por që ishin në gjendje akoma të paktën kishin karabinar. Ka një këtë rritë, djalë. Ka një këtë rritë nga që këvën jemi këtu. S'ka këtu, ka një këtë rritë. Kam i qatarë dhe beqarve, me zi kemi dhe ata. Tu qa po bisedone? Zakonisht çfarë bisedohet? Për jeni kështu si komshi, jeni komshi apo? Jo, na jemi kushirira. Jeni kushirira? Kushirira para na. Bisedojnë gjithë tot muhabetet e fisë. Çfarë ajo s'kjo? Bëjmë muhabetet fleqërisht. Qa muhabete ka për shumë? Qa muhabete bënin këtë moshë? Ja, bëjmë muhabete këto që thomi duam të kështim njerëz të këtu. Se pa njerëz kudo që të jetë shket. S'kemi një infermier, po dhe një infermier s'kemi në fshatet të muremi. Për një infermier mund të vdesësh për një kokrilaç. Me shokët. Faleminderit e dashur. Kalofshi mirë inshallah edhe me shëndet. Pleqëri. Do më gjosh prapë mot. Pleqëri të mbar. Do vish prapë mot. Do vim. Do më gjosh, kështu do më gjosh. Do të gjejmë, do të gjejmë. O më ju gjatë. Hajde me të gjatë inshallah. Mirdita! Vetëm gjinkava. Ja s'ka një, dhe se ka këto të najmanga se këto. Shpia është e papar në hajtë trokasim që të kështë. Mirdita! A janë drejtare të hapur si për? Mari. A ka njeri këtë shpi? Hajde ikim. Po vëmi e këtë shpi blu. Të gjojnë zaj. Që ja zile. Fort! Mirdita! Mirdita! Mi su gjetëm! Mi se ardhë! Ju kemi kapur në mëngjes drejt çfarë është? Jo,
Çfarë duash ti, dash mëngjes, dash drek, çfarë duash? Me imi nga emizioni çfarë më ofron nga televizioni shqiptar? Të urdhroni. Çfarë ofron? Kafe, raki, Hajde. urdhroni. Hajde Nikoli, marri. Mirë se u gjeta. Mirë se u gjeta. Mirë pasha. Mirë se u gjeta. Mirë se u gjeta. Mirë pasha. Hajde pasha. Po e prezantoj, unë Ahmeti, Koli dhe Mari. Edhe një. Rafshi. Vajza si Mari. Mari. Marinela, po Mari. Marinela, këngëtarja me famë. Tu jemi një familje intelektuale. Vetë kam qenë profesor kimik biologji, drejtor shkolle. Zonja ime mësuse dhe kjo. Kjo shoqja është shoqja jonë, shoqja ka qenë krye agronom atë periudhë, mbaruar të lakë. Ajo është mbesa e kësaja. Baba i saj ish avukat i popullit dikur, Jorgo Drami. Sa njerëz ka që paroja, ta fillojmë shumë më mirë. Sa njerëz ka sot e kësaj dite? Sot ka shumë pak. Ka nikur gjithë, besoj sepse pam Kemi shtëpia që janë mbyllura, të shkatruara. Kemi qenë 1300 banor. 1300 banor. Dhe sot ka pothuajse sa familje. Pothuajse fshati u nda, duke filluar bën shtëpi poshtë në fush. Bandetit, djalim u martua do ikte, do bëte shtëpi. Edhe kështu të gjithë tjept rinia bën shtëpinë e tire u bë fshat më vete. Edhe ai quhet Qeparo fush, ky quhet Qeparo fshat. Fjala Qeparo, nga vjen realisht? Fjala Qeparo dhe të thomun bache në ajër. Bache në ajër? Qipa, do më është bache. Ajra, ajër. Qepa, arro, ajro. 300 metra lartë lartë në erës, si një zok, është ngrehur Qeparoi i pashok. Udhëtari kur ka shkuar gjithmonë me habi e ka shikuar Qeparon. Rinia atëre nuk kishte klube të argëtoj, si kemi sot, klube disko dhe rinia bën namin, me argëtim. Atëre i vetë me argëtim i rinis ishte kënga dhe valja. Basi vini nga puna, lartë një shesh i madh, e mbledhi rinia dhe këndonte deri mes natës. Kjo e trashëguar edhe në Brezin. Delim aty ke ulliri e këndojmë deri në 2 të natës. Kënaqësia jonë më e madhe. Në kujtoni histori të bukur të asaj periudhe, kur mblidhesh aty te ulliri si sa pak parë. Po atje me tërsetë fillonim dhe ngacmonim njëri tjetrin për ato kujtimet fëminore. Edhe pse më unë i thosha, more pa e mbamën kur ishim të vegjël, çfarë vinim dhe vidhim pulat e filanit dhe i piqim me hell. Se ishim 6 vjeçar, e thon, kopsh s'kishte atëre. Prindërit kishin punë, babai im ishte mësues, vinte në shkollë gjithë ditën. Edhe gjithë Nuk u ka kapur asnjë me pula duke vidhur. Jo sa kapur asnjë. Ne ishim të vegjël, i zinim me gjithë pëndër. Fusim një shkop, ndisim një zjarë. Pas kemi tani Po fëmijëm, teatri thash, mbamën kur të hodha një të shtime të hodha mbi drizë, e në derë të mbushën, kur të prapanizat me gjëba. E këtu, kështu është e qifire bënim. Mirë se na ardhët. Hajde mirë se u gjetëm. Hajde gëzuar, E po mirë se u gjetëm. mirë se na erdhët. Mirë se u gjetëm Edhe Qeparo. Zoti u përfitëmbarë në jetën tuaj të përditshme, në jetën tuaj familjare dhe në shëndetin personal. Në vitin 1957 mbarova klasën e 7. Isha nxënës i mirë, ajo më edhe keq humba profesionin, se e dashuroja profesionin e mjekësisë. Dhe ati u njoha me një shok që u bëm shokët më ngushtë pastaj, me zotin Sali Berisha, ish kryeministri jonë, ishte nxënës shumë studios, por neve të dive na lidhi kokëfortësia. Ishim që të di të një karakteri nga kokëfortësia. Edhe këtë do rajmë sot, që ke emri dhe? Edi. Do rajmë Edin, zinim Edin ma zhaj. Dhe të di e ngordhi. Qefin im dhe atje të rrinin njerëzit. Kush e ngordhte më shumë? Nga kjo që më futin ndjenjat e rrahjes, e raha dhe profesorin.
luani futboll, vjen profesor do të luajë me ne, futet me zor, po nuk do futesh me zor tash se ne jemi në lojë lozim. Si do futesh ti në lojë? Jo do futem. U fut, po pengoj një herë muaj, di herë. I theva një atribrin, ati profesorit, i theva një gjishtat. 27 ditë spital profesorit. Po ju nuk patën një ndëshkim? Unë më përjashtuar nga shkolla, pa të drejtësimin në mjekësi. Kështu që oma mjekësin. Vizuar. Nërse na edhe rruga e mbaru qoftë, edhe punë të mbarë gjithmonë. Edhe urimet e mia më të përzemërta televizionit shqiptar. Bravo Jorgo, i biri babë maj. Lere. Po lere se e prishe. Baba Gjan. Faleminderit shumë. Nashu. Ti je mirë zot. Shëndet. Faleminderit. Ti jeni mirë. Tu dëgjoj Edhe të ju, mirë dhe edhe ju, inshallah. Punë të mbar në jetën tuaj. Me të mira. Të keni shëndet. Edhe shëndet. Gjithë faleminderit. Falenderime, kalon shinje. Urimet tona më të përzemërta. Me të mira. Unë vinga larg, dua të njoh, mo trego më shumë, hape veten ti, jo nuk është vonë. Ka njeri? Mirdita! Hej, ajo për te është kisha e Shën Thanasit, ndërsa kjo është shtëpia këtu, është datuar në kohën e Alipashit e Pelenës për një prej obortarëve të tij, të fisit të Vllashajve. Dëgjova i ka poshtë në ora 4. Me sa duket këtu këndon ka poshtë në orën 4. Dhe me dita, Gjano, qishje? më bëri përshtypje kjo. Ne hym u bëm shumë kurioz nga ajo tabela që ishte aty sipër, që ishte rregulluar çatia fasada. Pyetëm diçka zonjën, por ndërkohë çupka këtu, goca këtu, se e kemi nga jugu. Po pyeste për si u njohët ju pak më parë. Unë isha revizor një manë pak, të punë. Po i ka ushtar, pa dole e koja për të pasë ushtar, nëna kishë frikë që mos ngele që atë, e ngulli këmë të më fijonte. Sa vjeç ishit atëre? Dhe pastaj dini te histori. 18 vjeç, në vjeç. 18 vjeç, dhe që atëre donte t'u martonte. Jo u martohë, nuk u martohë, po vajta ushtar. Vajtet ushtar. Po më fijoj, laka. Kishë frika se mos veja atje unë, e martohë që e ngele që më. Se nëna ime një vit e gjithë më ka të bërë me burë. Edhe i vdikë. I vdikë babaj. Lindi mua e lava së jetë. Babaj gjë hasë që shtonë këto që kine kujdes djalin. Edhe ajo lidi jetën nuk u martua më. Gjithë kohë. 20 vjetë që e këto mashinë. Nuk u martua. Që nga 34, ndërë në fund të jetë saj, 91 që vdikë, së martohë më së jetë. Keni qenë djali vetëm jo? Pa njeri. Pa vëlla, pa në. As motra vëlla, si që. Atë baban se kam njojtë. Bile i flasja, gjagjajt i flasja baba. Dhe si e pati këtë mbesërin me zonjën e mbëgushë sot? Tani ku erdhon, ku lërova nga Austria, në ndorë u lërova, në 10 orë u mashtuam. Se eshin të fijuar. Psheshu. Si ishte më Një 10 ditë që e pashtu. Një 10 ditë që erdhon një leje, atë 10 që një dalke që u takuam, shalaja plaka e të asë. Në zotja, në ronde. Jo, kështë si dhe mashinë. Hajde të na roni, Tu kemi mirë? edhe ju veshalla. Unë vinga larg, dua të njoh, më trego më shumë, hape veten ti, jo nuk është vonë. Përshëndetje. Sarë? Jemi nga të Vlshëja, nga emisioni Çfarë më ofron. Nuk e di se u sri këtu ri në Greqi. Mirë, është një emision që teston mikpritjen. Po. Sa mikpritës jeni ju? Po.
Unë do e flasin që hapët kështu. Hapët fare. Jam 62 vjeçe, kam rrit 5 fëmijë vetëm Të dorojnë. dhe jam bërë një nënë shumë e mirë në fëmijët e mi. I kam studiuar, i kam edukuar vetëm. Ala, kam një parapono, Që e parapono? kam do me thënë vrejtje nga qeveria shqiptare. Ankesa, shumë të mëdha. Këto do t'i transportoni. E kisha kërkuar dhoksa të theu dhe merë në derë. A doni t'i bëni me shkrim? Edhe me shkrim desha t'i bëni. Hajdeni. Ku e keni hyrjes? Për marrë vesh ku e keni hyrjes? Dëgjo, nuk e kam Tu vetëm hyrjes, myra. te ju jam lartë, po do flasim kështu. Ha. Dëgjo, kemi punuar gjithë jetën, krërish. Ma që krejnë. Të kreç, na dhe pastirën. E, po deto me që poshtë. Poshtë, jo sipër. Poshtë, këteja. Këta i shumë. Dhe më shumë. Shtiri më ne. Aha, unë po krem ndërko. Po. Të bëjmë qikë shumë. Po, bravo. Të roqë Samalet, se fshatin Qeparo ka qenë fshat shumë i mirë, ka pedalve. Fshat i mirë ka shumë që s'ka ku të ve. E kanë katandisur fshatin ton, pa ujë, pa infermiere, s'kemi do me thënë na zënoj së mundje natën ku të vemi, ikin dritat, vinë turistat këtu, shonë këto gërmadat. A doni që të bëjmë zgjedhje së shpejti? Jo, nuk dua, unë jam e socialiste. Unë e dua socialiste, se ma të kam qënu, socialistja më ka ndimuar. Dhe unë e diramën e dua, se është socialiste, do të thonë hapët, s'kam se nga të tërmen, iq njeri. Gjithsesi. Sa mikpritës jeni ju? Okej. Doj gotë të pinë gotë, si doj. I do gotë? Mere këtë gotë. Na ne pinë që të kërë. Ju lërë se zhjë të. Zirët, jo. Të shkuj, kumë është të përja. Jo. Dale se i kam këshu në kuti, si që kam prure dhe. Më shtrydhe. Dhe bira që të kojdo. Ta mbajt gjithë në? Donasiojnë më shumë. Banje. Jo, s'ka problem. Banje, vojtë hajungës. Mari, zemër. Jepi dhe djali, haje dhe Ta ti. fësë të ngoj? Tu. Me gjitha të jeni e politizuar. Breqarves. Kalofshi mira dashur. Faleminderit Edhe me shëndet. Faleminderit Agapi, mund të jetë mirë. Me të gjitha. Shërde, zotni. Përshëndetje. Se kaloni zotni? Nga jonë. Se keni qënë? Se kaloni? Mirë? Me të gjitha këto. A tu fraj një cigare një? Jo, unë nuk pi, ato të mire kam. Nuk pi cigare. E po çfarë do na jep ne edhe? Çfarë të duash ti? Raki djelme. Raki. Këtë kemi në tradicionale, kjo është. Tradita e shqiptarit nga do që është raki edhe në Kanada që janë shqiptarët me raki e shtrojnë kudo që janë. Kupton? Si është në këtë jenë e rapit këtu? Në rapin është shkruar historia e çdo familje. Çdo familje ka të shkruar historinë atje. Kështu e thoshin të partë, kështu e thom edhe unë. Nuk bëj do të as të shtoj, as të paksoj. Historia e çdo familje në Qeparo është shkruar atje, thoshin burrat e vjetër. Ja, aty, ai di të gjitha. Se si di ai, dhe dikush dhe të më spjegoj. Di këtë që një fshat i respektuar, nuk kalon të bënte vaki, të kalon të një burr dhe të mos kthesh në kafenet e të pinte një kafe. Udhëtari. Me një kondita më. Vinte me kal, ku sa do futesh ati për tej, do zbriste nga kali, e do mirë të kalin për dore, do e qonte apo mushkën, do e qonte kudo që do pinte kafen me miqtë e tia në këtë fshat, dhe pasaj do ikte me atë mënyrë prapë. Do me thënë, ka pas shumë zakonet bukura. Thomë ditë të flasë me kompetenca për një koqirë që ka ki fshat, për Qeparosit, kur t'i vysit e ullirit, të fikut, të dardhës, të pjeshkës, në majtë malit është një goricë e tharë dhe Qeparosit shkon e sharton, dhe nga goricë e bën dardhë, goricë quhet ajo që është e egër. Di që e ka portën të hapur, çdo kalimtar që është, urdhro bujrum misafir, këto janë tonat. Jemi një
një fshat shumë kompakt me njëri tjetrin, e duam shumë njëri tjetrin, edhe bëjmë dhe për këto që na shkon nga dora që ta ndihmojmë. Çto të them, jam një koqir, nuk e gjën në botë. Unë mbase jam pak fanatik, mbase dua një çik se më ka munguar pak fshati im, se kam qenë sa vite i larguar, po ma në gjuhën greke i thonë e zileps, po e kam zili karakterin e Qeparosit. Do me thënë, e dua shumë të fshat, shqip muhabet. Karakterin e këtij fshati, njerëzit e këtij fshati, nikoqirin e këtij fshati, më lidhin se si atë zilini që kanë me njëri tjetrin, atë bërqen që hap njëri do të bëj tjetri një çik më të mirë. Si jeni dashuruar kaq shumë pas Qeparoit? Po pse, po gjithi jeta ime ja këtu është. Unë u e thash, gështënit e mi janë gjithë gjaknë për këto gadromet që ishin, se këtu jam rritur. Të mos e duan këtë vend. Unë ato brinjat lartë i kam bredhë me bakti, me babajin tim, kënaqësi që ndjaja. Dilja lartë në maj të malit edhe të gjoja zërat këtu luani futboll fëmijëria. Më thoshte babaj, i këtheni dhënë të ndej gjako se ti bjell me ku dise që unë sa i këte babaj, unë ndeje në fushë sporti këtu, njëli ja vetëm kuptonë. Luani dikor kështë fushë korti? Po si jo. Hajde, gëzuar. Provojmë të shpen. Se ka lopre, ju jetoni këtu të kjo dera? Emi nga vizione shfarë më ofron nga televizione shqiptar. Kemi ardhë të sta mikë pritin, kënë që paro. Si origjit jam pogradetësar. Jo pogradetësar. Po shne këto një që Po isha marinar këtu, dhe martova këtu dhe nuk si kam më pasaj. Zonja është bashkërët e tuaj, vë? E zirimi nga njerë me atë, to se të shikurim e shpi, të zire shdo bështë. Pa atëre nuk ziresh se për ata erdhe që nga pogradetësja, vë? Po atëre nuk i zirë, se ishim të rinjë atëre, nuk i zirimi, ta shi zirimi. Ka marrë qënë 58 ushtarë. Bëri 4 vjetë. Edhe jam liruar në 62-shin. Në kur lirova, atëre... U martova? 5-6 muaj më përpara, para se të lirosha e shumë. E sigurova. E zanjushe. Këto punonin këtu ishte brigate e punës socialiste këto. Punonin të kooperative. Unë me isha këtu panorve dhe vinja me... Oto mbusha uj me mush, kishmi mushkë me bëcele, mbushim uj. Edhe që ku dilim edhe këte nga pazari. Edhe këto, po isha edhe bukurosh në fillim atër në vagë. E isha edhe, këto ditin për shkodin mua. Jo, ishin shumë bajza, ishin 12 bajza këtu. Ato pas e kërkon të 18, po unë njësh. Edhe... Folë si që për të folur, se je plak. More, unë e lafose me këto tim të ashit. Po ty sa të pëlqyen, vetëm një? Njëra, po se këtu tim, jetë pëlqen mua, ma se po pëlqen e gjithë kooperativa. Zonjë, ju kur ishit e re, si duket e re, marinari? Të moj kesh marrë pëllua, thuaj. Po t'je fati. Mos e kështë marrë, që se jemi nga 7 vjetë. Kush e di që pira qiqe i klubeve? Po s'pira kja të reo, se ishe e ria. Ta shimi ova. Ta thash, se u jam gato që në thonë bukurin. Pra ndaj zirni tani? Ta shi zirmi. Që ku zirmi, po as një orë i zirmi. Po atëre po ta dije që se pina rakita kështë, ma? Mazallah, të fe mundë nuk më mërte. Ju si reaguat atëre kur e cakë e parë? Reaguam, se jemi të haruara ku jemi të ra, vështojmë bukurinë, ku të koti. Të vështojmë punën, jo bukurinë. Kur je i ri, njeri u që i haruar. Të diqë. Në shi që vinë mund të i hanë qëndë. Ku nuk bë si pishman që? Një 10 vjetë që është i mirë, pasaj në jemë përpjë. Pasaj e krishi.
Tani lek, përgateci për sheparon. Që morëm priti për mrekulli Zotit. Si asnjëherë, erdha moshë 18 vjeç, edhe sot jam 77, edhe s'ka makime. Nuk ka makime për të fshat. Na tregoj gjithë ato histori. Unë na nxorë një gotë raki sa për të burgëzuar dhe për të Po si mos pa doshere këtu. Ri atje. Ikë ti. Da. Kota kosh, se pas Ai të më për shorti. Sa koni? Kota kosh. Ne pas të flori bovin. U ngri direkt me vrap. Këtë monedë nuk e mba. Nati, një nga u thot, një nga u i thot njëri, një nga u i thot tjetëri. Lekë në xhep, tjera gjitha janë atje. Për këtë s'është njeri. Këtë dhe sot ti është si huaj. Si u jap edhe më ka dhënë. Zonja nuk do pi? Mos pi aq shumë në shtëpi. U zduar. Po ta vesh do vëjmë. Pak, hare, pak më. Ose s'jap tu se s'kam të t'jap ty. Çfarë pini me zonjën? Pini vetëm kola, pini vetëm shumë këto? Asgjë s'pi, ujë pi. Ha patate të zira. Ujë pi, ujë. Hajde gëzuar. Gëzuar, ti je çmit, gëzuar, ti je çmit. Gëzuar. Hajde gëzuar. I papa. Kosta qimi. E ka dhe këtë këmbër të Qiva i bukur. papa. Kosta qimi. Zonj, mirë. Të vini gëzuar, të jeni mirë, të jeni mirë. Edhe minuta kom Të jeni gëzuar, të vini mirë. Faleminderit. Unë vinga larg, dua të të njoh. Mo trego më shumë, hape veten ti. Jo nuk është vonë. Përshëndetje, mirë dita. Po ishte? Në greqisht? Përshëndetje, nga... Mirë, falenderit. Nga Ju mirë? emisione shqiptare, nga emisione çfarë më ofron. S'kemi asnjë të dhëna. Do me një asnjë të nga. S'keni asnjë të dhënë. S'keni mikpritje. Mikpritje po. Po pra atë. Pini kafe, po. Atë kërkoj. Veç fotografira mos bëni. Doj kafe të pini? Bëjmë kaj kafe. Ujë të Ndryshe ftohtë. atë konsiderohet që nuk është mikpritje. Ja mu këtu, sjeti. Hajde bravo. Ndryshe konsiderohet që nuk është Më mikpritje. Mikpritja pranohet Nuk, para jo, të jo, gjithëve. na asim Jo para nesh. Nëse është mikpritës, zotëria, te gjykoni besoj. Kjo është e ngjyrë. O e zoti i shtëpis! O e zoti i shtëpis! Gjere, provojmë këtu. Këtë kanë të mbyllur kanatës. Provoj një derën. Gjere. Nësë nësë nga luane. Prapa kemë në drën. Visi përveç orës, pas ka dhe hudra të që mos i marrë mësysh një shati bërë shatisur, vërtet shumë i bukur, vërtet shumë i kanë që po në të rallat raste që nga qëllon që po të se më shumë se 3 qreku i shtive janë të qëma. Provojmë vetëm të ishtu, më vëri, shala uoj, kjo pas ka zile. Këtu zile të lashte, normal. Nuk jam aq e lashtë sa ti. Pse unë jam i lashtë? Derisa ti mban. I lashtë uaj? Me dita e zoti i shtëpis. Mirë së gjetëm. Se kaluani? Ka, si plaki ti jam. Hajde. Mirë së gjetëm. Do fudemi direkt, hajde prezentojmë për në me zonjë. Eni për dashur. Ka e këbull dhe djalis 75 vjeç. Shuma. E kesh patër në himar drejtor. Porti. Miku ashtu fët pa hiq pa. Sa vatën janin. Paroj. Se dhe që të? Su gjënderi që të vatën sarën dhe si bën ato që duheshin. Edhe miku djali, ka lënur. Di fëmije dhe nuse të reje. Vetë e thoni të? Vetë jetëje. Kam dhe di djelë me di bashkës për i kam natin. Gjithë lakë. Si lumi, plej të bem vetëm të këtë, të rritit në gjyë. Tu lirë zotit të mos u kaj zëmërat këtë tuaj.
Se që shumë erën, dhe burin 77, diagnik 50. Po, pash nga penxeria kjo, pëshojt edhe. Pash të vitë kjo vlasë të vinë. Mio, pash të vlasë në Shqip, se vinë këshu, Gjermane vinë, Amerikane vinë këshu, s'ua di gjuhë. Kur janë me përkthis, dhe i kuptoj. Kur janë pa përkthis. Një mungoj njerëz? Pardon? Një mungoj njerëz? Në mungojnë, po që në mungojnë. Si kaloni një ditë tuaj? Mos më keq, vetëm. Gjo kalojmë, ja kam atë. Atje, vetëm dhe ajo. Hajdemi, ullën në afër, ullën, hajde. Se kaloni, mu qo me di. Hajde, përini këtu. Nuk kemi kështu. Nga Tiranë. Jemi nga televizionin shqiptar, nga televizionin Shqiptar Mo Front. Ka qenë të zhvilluar këtu vëndi në po iknë, më mirë të më kështë dalë të pëllua kjo demokracia. Na iknë të rritë dhe gjithë, kemi bete vetëm ja. U e kjo që nga fundi. Njeri sa të këtu nga të dhja jenë. Edhe fëmijë kemi pjot, edhe këtu si kemi. Fëmijë kemi, po këtu s'kemi gjithë. Po pak në dy e bashkë, pak në jemi këtu, pak në gjithë. Jemi të dhja o gjano. Keni një farmo beti. Jemi të dhja, po u kam moshtë të madhe, haroj shumë, haroj. Pjesë këto. Po këshu, po ashtu. Po kërë pjesë për shumë? Pjetë që sot të që e më kur. Që ti që sot? Sa ka i shkruaj, ca i shkruaj, ca i pjesë këto. Po që do mos i shkruaj i thomë, ti thomë, ditë. Po që farë duhen ditë? E se thomë, ja, shkuan dhe këta, se do vëmi në dimë, do vëmi në familje. Dimë do të kesh ngrotë, do të kesh të gjitha, të vëtë shkorent, paguan shumë, na me në 10 lekë të kejtjen. Në 10 lekë, në 10.000 kejtjen. Sa të bim ato në 10.000? Të paguajme drita, të paguajme ujë. Po dhe një qikë qumë që e duam, po dhe nga një kose duam se i kaka, po bukë duam. Palet të tjera të Palet të tjera të marrë mishem e të thashë nuk e hardë, të marrë gjitha të smarojnë. Po lëmë dhe nga një gjithë se na vinë dhe fëmija, tu thomi fëmijës që biri ju qofshi mirë me shëndet edhe, po të deshni, dërtoni e në qikë të Shqipëri, dërtoni e në sesë. Gjithë një hahen, gjithë një, nuk bashkë punojnë, më në si vëlezër. Thomi të punojnë për kombin tërnë, për të gjithë, për njerëzimin, për varfërinë. Këta hanë shokin, pse jeti, po ja mu, po që pse bre ashtu, po pse e këshu. Të kompletojnë një edhe të mblinë si një familje. Demokratia dhe socialistia. Hanë shokin, more gjallë, do lojmë 1000 vjetë, do vdekja do desën. Të ngrihen tikin, të ngrihen të rritë, ju me shok. Ju jini prime re. Ta zaptoni vëndin. Po pse të ngrihen nga Asiria të re në kaqë mira, në Gjermanie, në Amerike, në të gjitha anë. I shalë për më të mira, atëre. Zojnë, ne nga duhet të ngrihemi, jurojmë shëndet. Falenderimët për të pyetjen. Hajde, qofshi shëndoshë e mirë. Dhe kryesorja... Që jini mirë, hajde një shëtë. Dhe ju qofshi mirë. Me një vajzë të mirë o djallë, të kalosh jetën. Falenderit. Edhe ti me një qofshi mirë. Mirë pafshë, për të mira. Hajde, të jini mirë, të jini mirë. Hajde, qofshi mirë. Që e ide? Të duhet të... Kjo këtu është baba, noshme? Po që në do, shpila tu. Këto ka të që se kishë? Ta keshë nga me drujë. S'ka njeri. Ashtu ishte dhe. Do të vi një natë të trokaste ti, të kërkoj të flej, a një gotë të pim, pak shoqëri, a më ofron. Unë vin nga larg, dua të të njoh, mo trego më shumë, hape veten ti, jo nuk është vonë. Çfarë më ofron? Tu po shkoj një person që ka dalë gjysmë nga Kuriq, 23. Përshëndetje! Që ka lori juve? Nga emisioni Çfarë më ofron, televizioni shqiptar. Ta hapim derën të pak, du të hapim kështu dorën? Unë jam Edi. Se jemi? Gjeri, edhe Visa dy të kamera që nuk hajp do të dorën. Se përmën me dy duar. Se ka lori, me su gjeri. Që paro? Filmoni ju,
Po do filmojnë se do t'jeni në televizion? Jo, unë jam sheshur, që do talëm Karagjazo, jemi... Ju majnë që e toka? Na jemi 70 jemi 68. A nuk duke pas kem pas o punë të fisme me sa duket? Unë në bujqësi. Edhe ku ka qenë puna më e rëndë. Punëtor ishim shkollë, s'donim të mësonim, detyrimisht ajo punë nga li për neve. Qarë të themi? Po këtu më kete toni tani? Unë me gruan. Dhe vetë me gruan, po fëmi keni? Fëmijët i kam të tjenë. Që ti ku janë këtu në kapshat? Të katër fëmijët i Çfarë kam të bëni? tjenë. Po, dy kisha në Zajfa, një në Athinë dhe tjetër vajza në Australi. Lartë gjithë. Po, çfarë do bëjmë? Ne me Edi jemi lodhur shumë sot dhe vetëm të ngotuj lonin. Ashtu Po na ndihmove Po ju, mund të vini përna, se këtu dhe këtu në rrugë, s'bën, po doni të vini, hajde një të pini një kotë rake, një kafe, një gjë. Hajde, hajde. S'ka gjëre. Një së gjithë me shpinë tuaj. Nise në herët. Një gjë e cila më bëri përshtypje në këtë qeparo. Treqeku i shtëpiave të mbyllura. Dikën që me eksodin atëre, që më në jetë në të njëshën e tash i kanë kryuar familjet e tire, fëmijët e tire, janë në shkolla, janë në puna, s'vjen njeri dhe s'do bëjnë. Sa mungoj një babaj, fëmit, ju pat kishit 4, a? 4. Sa mungoj të 4? Tiku. Të 4 mëmujnë. S'ka me asnjë këtu. Sa ju vinë, fëmijët? Ju vinë pa edhe në verë, dhe për vësë verës? Tash të rrallë vinë. Se unë dhe atyre gjepi, se kriza ekonomike ka ndikuar dhe atë shumë. Dhe të fëmijët tanë, se janë pa punë. Pa punë ata mund të kishë ndërtuar diçka këtu apo ja? Po ku jam merri djali mua, merri djali dhe u detyrua të ikte prapë. Se u mbyllën punimet, s'punon njeri ku. S'lejohen të punosh. Të ndërtosh. Apo s'është. E po, falendrime, për gjitha, për mikpritje. S'ka Po më bëjnë shpalla. Në roshë mirë, në më shtetë. Mirë pafshim. Se ka unë e përshëndetje? Zdroni, ha? Vingo e emisioni çfarë më ofron? Hajde një përda, hajde. Hajde një brenda. Hajde për. Zahu si shpërthua, të Julia? Po. Ne kemi marrë për mikpritje. Shumë. Sa mikpritës janë qeparot? Po. O njerëzit nga qeparoj. Po. Na pritët që në të një fare na thatë. Po. Ujrë me se Ujrë kemi... Ke tri me zëmër? Zakonet e bëndi bravo. E mikpritës jeni nga qeparoj. Jo e të gjithë, jo. Po do me thëllë, më farë mua. Që kishtë, fisë, direktori, ha pederës e sot gjë. Zau keni një dhe më dhe që jetoni qeparo. Po, jam 80 vjeç. Na thuj një zakon të qeparo. Shi zakon, për shembull. Me uzu në ati. Po një gjë të vogël. Të dhava o tia, ose ti mua. Pleksia më mirë në atë sisi, o pleksia. Përse obra, pse ebrale. Në qofë se kishe dërim të rëndë, ikte nga fshatja, ikte nga fshatja. Dë buhe shoshe. Qarë ka se kelli shpi? Mushk, pelë, kanë. Cia e barë më fort nga koja dhe nisu. Ik nga fshatja. E nga koji pelën, ose kali, me ato, më përcite një ankuzë sarë. Dhe ti të dalje këtë kesh vrarë vëllanë, nuk u nga se do të si është me këtësi, t'la bëje gëkë. Atje mirë të kusi, pastaj, drëzim. Mirë të kusi. Po nuk a i hasni para pleksis, nuk të nga së mund të farë. Ikti. Kurse, po e kishe të letë, të dënon të fshati këtu, por na, shëmbull, të mirë, mund të mirë të dhe i pjesë toke. Pjesë toke për të një, ose të blokonte në një vit, 2 vjetë, për shëmbull, këto gjera, kështu ka që të zakonet, të radita. Zau keni pas, këtu në qeparo është dhe një që quhen sarajet e vlasheve, që ka qenë pjesë anturajë, pjesë afërt e Alipashës. Personalisht, si ka qenë historie e kësaj? Ja si ka qenë atë. Alipasha erdi këtu në qeparo. Jo Alipasha, i biri Alipashës. I biri Alipashës. Për të kthejnë fenë në tuke. Edhe ai, masi nuk e plotësoi do të dëshirë, u tha fshati do më marrë 3 trimat më të mirë. Edhe mori Vlashin, kapetanin edhe Mihillin. I mori puni janin.
Vlashit i bërë shtëpinë atë kjo, pa t'ju edhe një qishtë të vogël. Kapetane u bërë një shpi kështu dhe Mihillit ja ka bërë në bish fshatit. Ali Pasha e thretë në zira i thotë Mihillo, do shkosh në i marë thotë me shërbi. Po Ali Pasha, ka një tëndë, po të marë qëta. Mihillit tha, do kërë shpi ta? Jo i thanë, do marrë i betirin që i lepi ta. E mirë mirë po a jenë një shpert, edhe kërë shpi, që e martuar. Këti me nusën, me të me barë nusën. Me të me barë plejtë gëzuan, një letër gëzuar që nusëja me të me barë. Mirë po letër do i miralu, pra do i miraj. E miralu e lezon, kërë mërë Mihilli këtu. E të një udhojnë. Ta mirë kush ka ndrua një marë, e kërë shpi. Jo i thakë, ta me ndohu mirë, ta me ndohu mirë. Jo i thakë, që për këtë, a mirë. Nga si Mihilli, se i kërë letër e tjatë. E Ali Pash më jepi 3 lejë, të shatë. Po, t'i përqë. Meri ka leri këtu, a i mori të shoke, edhe e shpunë në magje qufke, për poshin për rua, edhe theri i kërë fëmijin të gjallë. E ruar dhe fshat i tharë, Mihilli këtu nuk shetë, po shkere Mihilli dhe vrasë vetë. Shkeli më Mihilli, në fshat. E të noj fshat, nuk shkeli më këtu. Kurse, kemi Kiriako ka pasi, bravo ka qenë një këta 3 më i matë. Vëtë në luftë Ali Pashën, e zu, traptuan e zu. E marë se kështërëri, nuk dua të më vrini, e dua të më biri djallë. Urdo këta ziri. E spije në delvi, në Janin. E i thot, Kireko, po tani, ç'do bëjmë? Po qati kërë planë. Funi e bërët, e funë bënda. E le bënda, përsa ko i thot, birmani Kireko lërë. Kireko i thot, dua të në shpatallosh sa të di, këto të di. Këto të di pika, gata, hajdut. I thot të faljetë. Sa ushtri doj ta, në këtë dispozicion, nesër sabata do t'i dhe më rjeshtë. Jo më rjeshtë, nga ju sharët ta, dua më të 3 toga. E mua ta lej ta, mu këtu të heqë kokën ta. Ali ta, po më të heqë qështu e, qëketi. A që duash. Po dua dhe një ka Ali ta, nga shkuar me ropa. Edhe një me dizgjoje ta, me mletë. Me mletë. Gjimjaj. Ja dhanë, unë iski me të rëshavat atje i diki, u tha të gjërë. Kam bërë gabim, kam traktuar të po dili. Një Kirako i tha ata zdo të vrasëm, se s'dalëm nga. Po dili tha se këtu i shpura ta. Nuk dalëm. S'dili tha, nëmi rëskat të fatire, mori rëskat i ndezi, me gripë të shpelës. Dhime dhe zgjode, një të edhe zgjode, vu mleta, duan ta nga mleta, vësh mleta duan, i zu një shpuna tje, edhe Kirako me ta. Kirako i tha, e mbaroj e tirin, ta një do, të shkojmë i shpita. Edhe me kanafil në dorë, ka që vjetë me do vinë edhe, do vinë të rgojnë fshatë. Atje, ku shkojnë në gjavor, u trëmë të lëza, të trëmë të i këra kanafili nga dora. A qire ako tha, ka që rënë, se mori për erdi këtu, edhe hoa, në qafë kur u tregua, gjithë fshati që u gëzua, o hane o Kiriako, edhe e vale në thua. Ali Pasha u refugua, e griti plejtë të madhe, këto e mirë, e griti le, edhe vdikës, nuk e brama. Nu se n-a operat? Hajde me së gjedhëm. Doj, më të mira, zahë me bushëm, falenderit. Të roqe të zoni o lapën të labrinë. Të lopë mirë dhe juve, më të mira dhe më shnet. Me të mira. Të lopë mirë. Hajde. Italia, fratello!
vinga larg, dua të njoh. Mo trego më shumë, hape veten ti, jo nuk është vonë. Çfarë më ofron? Do të vi një natë të trokaste ti, të kërkoj të fle, a një gotë të pim, pak shoqëri, a më ofron. Çfarë më